Elvis Regja, Supersport. Berat, fillojmë nesër eliminatorët, mund ta konsiderojmë si ndeshjen e parë duke patur parasysh që ndeshjen e parë e luajtur ndaj Anglisë, një skuadër e tjetër niveli. Unë për veti jo, kështu që unë edhe atë lojë e konsideroj si mundësi, si që ishte me Anglinë. Sigurisht që në basë rezultatit besoj që e mendoni kështu, po ne si ekip nuk e mendojmë fare ashtu. Ishte një mundësi për ne edhe sigurisht që Anglia ishte është ekip botëror që luan çdo herë për me fitu titujin. Po prap nesër do jetë një ndeshje tjetër, besoj që do jetë një ndeshje shumë e vështirë dhe është e rëndësishme që të gjithë jenë të përqendruar 100% ajo ndeshje, sepse në letër ndoshta do këtë e thjesht, po në futboll besoj që në futbollin e sodit nuk ka ndeshje të thjeshta dhe du të përqendrohemi 100% nesër. Po, Berat, Endrica Uku të Vëklan. Ja kemi marrë pak dorën Andorrës, mund të themi, për arsye se ka qenë një kundërshtar në vitet e fundit. Si e shikon rritjen e këtij ekipi nga hera e fundit kur kemi luajtur? Po unë besoj që ata kanë një përparësi që kanë besoj një trajner që për shumë vitesh, një skuadër që luan shumë vitesh, kanë një skuadër që luajnë shumë me njëri tjetrin dhe bashkë. Besoj që vështirësiat do jenë në nivelin fizik, besoj që janë shumë të përgatitur dhe rrinë shumë poshtë si mbrojtje dhe du të jem ne ata që t'i vendosim në vështirësi dhe edhe ti besoj që ti fusim në duele individual me sulmues tanë që të krijojnë hapësira për shokët e skuadrës dhe besoj që ajo do jetë e kyçe. Berat, përshëndetje, ndërtan për IFC ABC News. Andorra është e lehtë në letër, duket sikur është e lehtë në letër, por me Andorrën kemi mësuar ndoshta dhe disa prej zhgënjimeve më të mëdha të futbollit, humbja në 2002, po ashtu edhe barazimi. Duhet fitoria patjetër, por sa ndikon ky presion të skuadrës? Po shiko, besoj që në futboll në çdo ndeshje ke presionin. Sigurisht që është një presion ndryshe si mund të jetë me Anglinë, sepse ata janë të favorit, nesër ne jemi të favorit. Dhe besoj që të përballohem me këtë presion, sepse siç e the ti, në letër e thjesht, po nuk është atë që thjesht. Kam qenë edhe unë në atë barazim në Shqipëri 2-2. Dhe me dy raste që na kanë kaluar në kundërsulmi kanë bërë 2 gola dhe e di me vështirësi që mund na krijojnë, po do jemi gati. Krisi Atlari, Panorama Sport. Gjimshiti është bërë virale një video juaj mbas ndeshjes me Anglinë. Keni shkuar te tifozët, keni biseduar me ta, mund ta dim konkretisht çfarë u fol aty? Besoj që është pa edhe në ato video që është kërkuar, nuk duhet të them unë tash çfarë më kanë pyetur tifozët, besoj që duket edhe në video që e ka qenë një pyetje për biletat, besoj që do marrën masa dhe sigurisht do e kalojmë edhe këtë vështirësi, po ne prapë jemi gjithmonë falënderues nga mbështetja e tifozëve që siç unë shpesh herë kam thonë që janë tifozë më të bukur në botë, sepse na për kombëtarë nuk shihen tifozë që bojnë kaq shumë zhurmë na për stadione, vetëm në klube mund të them. Dhe besoj ne jemi gjithmonë falënderues për tifozët dhe shpresojmë që do na përkrojnë si gjithmonë dhe jam i sigurt që do e bojnë. Anton Cicani, Telesport. Berat, doja të pyesja në lidhje me kombëtaren ton. Kam vënë re që në ndeshjet kundërshtarëve që janë cilësi më e lartë, kemi pak frikë ta luajmë topin dhe flas për futbollistë që luajnë kampionate shumë të mira. Mes tyre edhe ti që luan te Atalanta dhe ke fituar Europa League. Dhe duket nga klubet e tyre dhe kur vinte kombëtarja kanë një farë ngërçi psikologjik për të luajtur topin ashtu si din ato dhe për të shfaqur potencialin e plot. Nga vjen kjo sipas teje? Sipas meje, sigurisht që kombëtari është ndryshe, në pikë pari se nuk je me atë që luan afër teje ton ditën dhe nuk e din parafërsisht qofse luan shumë vite bashkë sigurisht, po nuk e din të them lëvizje që i bën ai shoku afër teje, po besoj që është psikologjike sepse luan kundër Anglisë dhe për shembull të fusin kaq shumë presion që je shumë poshtë, pastaj kur ta ke topin nuk je i freskë në kokë të bësh edhe atë fazën ofensive, besoj që ajo është
gjë e rëndësishme që na ka munguar me Anglinë. Përshëndetje, Martha Prokopi, Syri Televizion. Në 3 sfidat e Conference League, pa ju në fushë, në Air Albania nuk morëm asnjë fitore. Mendoni se me rikthimin tuaj na rikthehet dhe fati dhe fitoria në Air Albania? Unë shpresoj, po nuk është që pse jo mune tash do fitojmë Nation. Unë besoj puna ime e parë është mos me pesu gol, pastaj për me bë gol janë të tjerët që janë më kanë më shumë cilësi se sa unë, po sigurisht kemi mësu nga ato ndeshje dhe kemi folë dhe kemi bisedu me trajnerin si gjithë ekipi, që kemi gabuar në ato ndeshje dhe sigurisht do përmisojmë në këtë edicion për kualifikues botëror dhe besoj që nesër duhet të keni Shqipëri ndryshe dhe përpara tifozëve tonë të japim edhe lumturi dhe fitore. Berat, përshëndetje, Ernest Koçin nga Report Televizion. 3 ditë pas ndeshjes me Anglinë, tani kundër Andorës është Shqipëria që duhet bëj Anglinë për ta thyer, një skuadër që tjetë cekë dhe qëndron shumë poshtë mbrojtje. Sa e vështirë është për ekipin që në harkun e kësaj kohe kaq shkurtër 3 ditë të mendoj për një ndeshje në komplet natyrë tjetër. Është shumë e vështirë, them drejtën, ndodhe edhe shpesh nëpër klube që përballosh me skuadër shumë me dinamika ndryshme. Është e vështirë, po besoj që janë gjithë profesionistë, kanë provoj sidomos lojtarë që kanë me eksperiencë, besoj që tuti japin edhe dorë lojtarëve që janë më të rinj ose që kanë pak ndeshje në kombëtare dhe besoj që nesër, siç e tha ti, do jetë një lojë gjithë ndryshe dhe besoj përballimi me presionin duhet me qenë 100% sepse mund të pësosh edhe me këto kombëtarët e vogla dhe bota dhe akoma më shumë dëm nëse ndodh ndonjë gjë negative. Mirë, besoj se kjo ishte edhe pyetja e fundit për trajnerin, cilin do ta lënë të lirë bashkohet me ekipin. Faleminderit. Faleminderit. Në vazhdim